E mjerueshme, Adelina Tahiri kritikon ashpër Adelina Ismailin për Shpatin. Vdekja e papritur e këngëtarit të dashur për publikun, Shpat Kasapi, ka tronditur skenën muzikore shqiptare, duke sjellë reagime të shumta dhe homazhe nga miq e kolegë. Por, mes dhimbjes, nuk ka munguar as polemikat lidhur me mënyrën se si artistët e kanë menaxhuar këtë moment të vështirë. Këngëtarja Adelina Tahiri, në një intervistë të dhënë së fundmi për emisionin Kosova Live në të 7, ka reaguar ashpër ndaj koleges së saj, Adelina Ismaili. Moll Sheri është bërë koncerti i kësaj të fundit, i cili u mbajt pikërisht në natën kur u dha lajmi tragjik për Kasapin. Tahiri u shpreh e ndinjuar nga fakti që gjatë performancës së saj, Ismaili nuk gjeti hapësirë për të nderuar kujtimin e kolegut të ndjer, qoftë edhe simbolikisht. Unë e përgëzoj për arritjet, sukseset, por atë natë në koncert është dashur të mbajtë paktën 1 minutë heshtje. Një fjalim i shkurtër s'po them të anuloj koncertin, larg asaj. Po të kishte vetëm diçka aty, është shprehur Tahiri. Kritika e saj u ashpërsua më tej kur e cilësoi këtë mungesë reagimi si diçka të papranueshme moralisht për një artiste të atij niveli. E mjerueshme që nuk e ka kujtuar fare, përfundoi ajo në të 7. Kjo deklarat ka hapur një debat në rrjet për etikën dhe solidaritetin mes artistëve në momente zije. Ndërkohë që nga ana e Adelina Ismailit, ende nuk ka pasur ndonjë reagim publik lidhur me këto kritika. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.